A e do familja e Brikenës Mateon apo ja deklarata e saj. Brikena ka reaguar për herë të parë pas daljes së saj nga shtëpia e Bigut. Ajo u shpreh se pas daljes nga shtëpia, ka pasur mundësi të komunikojë me familjarët e Mateos, dhe se familja e saj ka qenë shumë mbështetëse për raportin e saj me Mateon. Që kur kam dalë, kam marrë shumë dashuri nga publiku dhe familja. Unë nuk dola e humbur nga ai program, përkundrazi, fitova dashurinë. Kur dola, kuptova që ndoshta nuk e kam merituar finalen, por mbështetjen që më ka dhënë publiku e kam merituar dhe do të doja të isha në finale. Raporti ynë ka pasur shumë ulje ngritje, por çdo gjë ka qenë shumë spontane. Ai ka qenë shumë rezistent ndaj këtij raporti. Familja ime e do shumë Mateon, tha ajo dhe mezi presin ta takojnë kur të dali jashtë. Unë mezi po pres ta fitoj, tha ajo. Kur dola, përshëndeta familjarët e Mateos, fola edhe me motrën e tij. Janë një familje shumë e mirë dhe mezi pres t'i takoj, tha ajo. Për më shumë lajme nga showbizi shqiptar ndiqni kanalin ton dhe bëni subscribe për të mos humbur asnjë lajm.